Një nga shtetet më të vogla në botë dhe republika më e vjetër ekzistuese u themelua nga Shon Marinus i Arbas. Ai ishte një gurgdhëndës nga Ishulli Rab, fshati Lop i Lirisë, sot shumë pranë Kroacisë. Shon Marinus ishte i pakënaqur nga autoriteti papnor dhe shkoi në Monte Titano për të jetuar në vetmi. Pronari i zonës, një njeri i pasur nga Rimini, i dhuroi tokën komunitetit të vogël të malit Titano, i cili bëri thirrje në kujtim të themeluesit ta i quajnë toka e Shon Marinos. Sipas legjendës, Marinus vdiq në dimrin e vitit 366 dhe fjalët e tij të fundit ishin: "Ju lot të lirë nga dy burrat, perandori dhe papa", që u bë dhe frymëzim i Republikës. Republika e San Marinos, e njohur dhe si Republika e Qetë e San Marinos, është një nga shtetet në pjesën jugore të Evropës, plotësisht i rrethuar nga Italia. Republika e Buzë Adriatikut, në të cilën ndodhet kalaja La Guaita, është një ndër republikat më të vjetra të Rruzullit me histori të lashtë. San Marino është qytet-shtet që përbëhet nga 9 vendbanime me një popullsi rreth 30.000 banor dhe një sipërfaqe prej 61 m2.